Selamu alaikum, hoxha jonë i nderuar, si familje kemi një vështirësi të madhe, jemi në seklet të madh, thot pyetësi. Nëse mundeni kërkojmë të bëni lutje te Allahu, Allahu a pranon dhe u shpërbleft. Aleikum selam wa barakat. Zotin e madh, lutim që këtë siklet dhe këtë breng që për juve është breng dhe siklet i madh, Allahu të largon. Për Allahun nuk është asgjë që këto siklete dhe brengat i largon nga mesi jonë. Ajo është që për Allahu të kërkoj. Dhe të mos ndalemi së kërkuari derisa Allahu të na përgjigjet. Por edhe nëse nuk na përgjigjet, do të na shpërblen Allahu për faktin që jemi drejtuar atij me lutje. Dhe në gjitha opsionet dhe variantat na vetëm fitojmë, nuk humbim. Çka e mirë është. Ka shumë më rëndësi këtë me kuptu. Dhe s'duhet mu dorëzu. Andaj Allahu do të thotë la taqnatu min rahmetillah. Mos humbni shpresë dhe mos hiqni dorë nga mëshira e Zotit. Dhe kjo është humbja më e madhe është me humb shpresat në mëshirën e Zotit. Asa Allahu ka më të mëshiru kur zguzim na me i humbur shpresat. Ajo është gjithë një pandal të lusim Allahun që Allahu këto brenga, këto siklete që na i kemi, Allahu të na i largon. E ndonjëherë në brengat dhe sikletet që i kemi, është e mirë ndonjëherë të e vizitojmë dikant që ka breng dhe siklet më shumë se na. Dhe breng më të madhe se na. Sikurse ndonjëherë na unë e heka djatë langetën këtu që i kisha për gishtin, edhe shkova në traumatologji në spital isha, bajgjone me gjithmenja më qua herët në sabah, shkoj në spital atë 2 orë mendje që hyra në brenda, hyra me prit radhë për me bo ekzaminimin, kontrollet, incizimin e gishtit, kur e pash atë një pa kom, një pa dorë, një i thim ka ke tant, më vike marrën me prit rem për gisht. Edhe arova dhimbjen e gishtit tim. Edhe dje isha përsëri në spital, të një spital tjetër më rekomandoj ky spitali i parë, sa atje që ka një makinë tjetër me bo incizimin, kur shkova aty shumica ishin foshnja. Ora ma keq. Pasha Allahin isha i parë në rath, më duket i fundit kam hin vike mbare me shku, u turpnojsha me shku me azon radhën do një foshnës me himu kontrolone, kur e shifsha se kam probleme shumë ma serioze se ajo për cilën kam shkuan. Për mua, vajtojsha në gishti, gishti më dhema, një me duhet me shku në terapi fizikale kështu me radhë, po asgjë nuk është në krahasim me atë që e pash aty. Në ndonjëherë ngulfatemi brenda sprovave tona se nuk i vizitojmë njerëzit e sprovum ma shumë se na. Ngulfatemi në varfërinë tonë ndonjëherë e dëgjon njërin duke thonë kometën e ma e fon 11 që komet që sa vetëm keti ndruan banën 6 metë 5 metë ta marrësh ta çesh te njerëzit që s'kan as shtëpi, as kohën buk, as familje, ati iPhone-i që ka më dukën i arit me diamanta ka më duk, më i miri i botës. S'tan atë mirë ati ka. Pa i krahasohet me një VIP kategori të shoqërisë, i duket vetja sa është si ma keq pikrejtve. Andaj duhet ndonjëherë edhe të sprovuarit të sprovat e tyre t'i krahasojnë me njerëzit që janë të sprovuar më shumë se ata. Kjo është porosi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se s'du të hyj aty gjerësisht, e kam shpjeguar frek me një ligjërat, po generalisht na themi Allahu se çdo që ka breng, sprov, siklet Allahu të ja largon dhe të çet në dritë në selamet sa më shpejt. Allah shpërblet për këtë përgjigje.